Kryeministri Edi Rama i ka dërguar Greqisë një mesazh të fortë pas kërcënimeve në lidhje me pronat në Himar dhe çështje të tjera pezull mes dy vendeve. Për këtë, kreu i qeverisë shqiptare nuk ka përdorur as gjuhën diplomatike dhe as kërcënimet, por duke ju referuar artit dhe historisë. Në një postim në Facebook, të cilin e shoqëron me një gravurë të Athinës së shekullit të 17, kreu i qeverisë shqiptare bazuar mbi fakte e dëshmi konkrete, thotë se kryeqyteti grek dikur ishte qytet kryesisht shqipfolës, ndërsa Akropoli është ende në këmbë fal një shqiptari. Kjo gravurë e vjetër e Athinës së vitit 1670, qytet në cilin shkruante ende më 1925 princi grek fanariot Eugene Rizo Rangabe, popullsia autoktone është edhe sot e kësaj dite kryesisht shqiptare. Na kujton ndër të tjera se Akropoli i lashtë është ende në këmbë për lavditë e njerëzimit dhe qytetërimit. Kjo i detyrohet edhe kurajos divizionit të primatit shqiptar të Athinës Gjergj Dushmanit, i cili në vitin 1686 negocioi me flotën veneciane të Francesco Morosinit. Por sipas Ramës, këto fakte nuk e bëjnë Athinën një qytet shqiptar, edhe pse u ka borxh në historinë e saj. Sa për Himarën, kryeministri Rama i ka rënë shkurt. Njihet dhe është vetëm shqiptare. Dhe këtu kryeministri shqiptar ka një mesazh të qartë për Athinën. Nëse Himara përjetoi me arqipelagët grek dhe greqishten si lingua franca të Orientit nëpërmjet shkëmbimeve tregtare, një bashkëtesë afër të frytshme, kjo nuk e bën ata absolutisht një krajinë greke, aq më shumë që popullsia e saj në të gjitha aktet ndërkombëtare, për të mos folur veç historinë, njihet thjesht e vetëm si shqiptare. Himara ka qenë gjithmonë një çështje e ndjeshme mes Shqipërisë dhe Greqisë. Të nderuar shikues, siç e ndoqët dhe nga inserti, në ditët e fundit ka në fakt jemi futur në një spirale të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe si gjithmonë është Himara në mes. Sot kryeministri ka folur edhe në parlament ku është shprehur se bëhet fjalë për 18 objekte të paligjshme, pas ka pasur replika edhe me kreun e PBDN-s. Por ne do të diskutojmë brëmin e sotme për marrëdhëniet deri diku të tensionuara pas deklaratave të ndërsjellta mes Tiranës dhe Athinës. Të ftuar në mbrëmjen e sotme ish ministri i jashtëm zoti Tritan Sheu, mirëmbrëma dhe faleminderit. Ish ambasadori i Shqipërisë në OKB zoti Agim Nesho, mirëmbrëma dhe faleminderit. Pedagogu e Universitetit Evropian Tiranës dhe një njohës i mirë i çështjeve të arenës ndërkombëtare zoti Enri Hide, mirëmbrëma dhe faleminderit. Ish deputeti i Partisë Bashkimi për Drejtat e Njeriut dhe një prej eksponentëve kryesorë të kësaj force politike në vendin tonë, zoti Ligoraj Karamelo, mirëmbrëma dhe faleminderit. Zoti Sheu, ta nis nga ju në këto ditë e fundit, kemi një përplasje në distancë mes Tiranës dhe Athinës. Nuk është se kemi një përplasje në distancë midis Tiranës dhe Athinës, por këto ditë e fundit është revizuar, është kristalizuar ajo e cila realisht ka filluar që kur Partia Socialiste ishte në opozitë, që në gushët 2013-s, para se të krijohej qeveria dhe mëtej, pra është kristalizuar dështimi plot i qeverisë së majt në politikën e jashtme. Pse? Edhe në politikën renale. Politika, qeveria e majt, kjo koalicioni i majt, dikush mund të ndajë, se ka në këtë pikë ka dhe ngjyrëza midis tyre, soi një dështim të plot në politikën rajonale dhe në politikën e jashtme, ashtu si s'ka psuar dhe në sektorët e tjerë të vendit. Ashtu si dështojnë shëndetësi, ashtu si dështojnë ekonomi. Mi këtë e thonë ju, po ju mendimin tim kërkuar. Kur të doni mendimin e tjerëve, ta japin tjerë. Unë jap mendimin tim. Unë jap mendimin tim. Edhe unë flas vetëm në padyshim këtu po flasim për politikën e jashtme. Në autoritetin tim si person. Pra, për mua tashmë është qartësisht e qartë dështimi plot i politikës jashtme të kësaj qeverie. Dështoj në të gjitha fushat e drejtimit të vendit, dështoj dhe në politikën e jashtme. Po me Serbin për shembull, takimet me Vučić nuk mund të quhen dështim. Flasim por. Në një sens janë dështim. Në një sens janë dështim dhe dështimi madh bile. Dhe janë pjesë e këtij dështimi. Kjo qeveri erdhi me premtimin e madh zero probleme me fqinjët, që nuk mund të ndodhin gjë e tillë, nuk mund të kesh zero probleme me fqinjët. Me fqinjët ka probleme, gjithmonë ka probleme. S'mund mos ketë probleme me fqinjët. Por ama zotësia është që problemet të shikohen me objektivitet, me vizion, me dëshirë për t'i zgjidhur dhe t'i minimizosh derisa të lini probleme tjera. Se padyshim me fqinjët ka probleme nga më të ndryshme, do ketë probleme tregtare, probleme financiare, probleme shkëmbimesh, lloj probleme mund të kenë fqinjët. S'ka asnjë vend që nuk ka probleme me fqinjët, por ama edhe zhvillimi vjen nga fqinjët. Sidomos për neve kur ne kemi 2 nga fqinjët tanë kryesor
antar të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, Italia, që është porta jonë kryesore për hyrjen në Europë, Italia, që është aleati jonë i madh edhe mbështetja jonë e madhe europiane, Greqia, një vend mik, një vend një partner strategjik, një vend i cili është antar i BE-s, që na ka mbështetur dhe ajo në gjithë të procesin tonë. Pra, u nis me një gënjeshër, ashtu si u nis me gënjeshër Shensi Falas, ishte një mashtrim që në fillim edhe kjo zero problemi në këtë rast kemi Himarën mes, Shiko, nuk është Himara vetëm. Tu nuk duhet të ngatrohem me detajza të vogla. Unë marr në tërësi zhvillimet politike të kësaj problemi, të politikës jashtme, e cila padyshim çoi dhe po çon në një konfliktuaritet të madh me fqinjët, gjë shumë e rrezikshme, shumë e pakëndshme dhe tregon padyshim paaftësinë, që mos them dhe keq orientime strategjike të kësaj qeverie. Mua kjo më kujton diçka. Më kujton kohën e Enver Hoxhës, i cili kur dështoi dhe kur po dështonte ekonomikisht dhe gjithçka në vendin tonë, filloi të ndezi, të ndërtoi bunker kudo, tunele kudo, pse për ta mbushur mendjen që kudo kemi armiq, nuk është e vërtetë. Nuk kishim armiq atëherë, nuk kemi armiq sot. Absolutisht. Pra, për të mbuluar tashmë dështimet e plota të qeverisje, zoti Rama kërkon të krijojë një frym nacionalizmi të gabuar, kërkon të ndërtoj nacionalizma të reja, të bazuara në reminiscenca të vjetra, për të hequr vëmendjen nga problemet e mëdha të vendit. Pra kemi dy elementë. Dështimi i plot në politikën e jashtme si në sektorët e tjerë, dhe kërkimi për të maskuar këtë gjë, për të hequr vëmendjen e opinionit publik shqiptar nëpërmjet ndërtimit të skemave nacionaliste, të cilat janë streha e fundit e të dështuarit. Pra, kjo është e vërteta. Ky është realiteti, kështu duhet parë, pa hyrë në ca ingranazhe të vogla, jo kjo e ajo, në tërësi, kjo është tabloja. Dhe kjo është e vërteta. Dhe ky është përfundimi i premtimit të madh elektoral të PS-s, zero probleme me fqinjët. Nesha. Sigurisht, unë jam dakord me pjesë të diskutimit të zotit ministër. Tu tregon që atë mos eksperiencë edhe mos patje një strategji në politikën e jashtme të qeverisë së rilindjes, pasioni, protagonizmi, nevoja për të bërë ndryshe për herë të parë, të gjitha këto sjellin rezultate, siç është edhe marrëdhënia sot me një vend tepër të rëndësishëm për zhvillimin e Shqipërisë, një vend antar i NATO, si Bashkimit Evropian, një nga partnerët strategjik tonë, që është Greqia. Ajo që po ndodh sot dhe justifikimin në lidhje me Himarën është ajo që pjesa më e dukshme, po problemi është shumë më i thellë. Për arsye sepse që në fillim marrëdhëniet me vendin fqinj nuk u projektuan dhe nuk u zhvilluan në atë vazhdimsi 25 vjeçare që me të drejtë gjithë klasa politike e vendit i ka parë me prioritet të plot. Kjo qeveri filloi dhe u distancua në thonjza duke krijuar një boshë të ri në Ballkan dhe duke i anashkaluar boshtet e tjera që janë shumë të rëndësishme dhe jo kot ishin vendosur në strategjinë e politikës jashtme shqiptare. Domethënë, nëpërmjet protagonizmit, nëpërmjet nevojës për të sjellë diçka të re, për të thënë që ne jemi ndryshe nga të tjerët, nëpërmjet amatorizmit që duhet jemi të faktë që... Unë do them, edhe nëpërmjet orientimit vicioz të gabuar. Nuk mund të kesh këto gjëra nëse nuk ke edhe një orientim strategjik të gabuar. Pikërisht, po ata nuk kanë strategji fare, kjo është problemi, se po ta shikosh, u fillua, siç e kemi thënë edhe herët e tjera, duke marrë platformën e politikës jashtme turke, zero probleme me fqinjët. Në fakt, Davutoglu, kur e ka marrë zero probleme me fqinjë, që ka qenë një nga tezat kryesore të tij, flet dhe ka të bëjë me politikën e jashtme të një perandorie, e cila kërkon të rikthehet dhe kërkon që ato problemet e mëparshme që ka patur me fqinjët, i zeroj dhe të filloj një politikë të re për të mundësuar atë strategji që ajo ka vënë në plan. Ndërsa Shqipëria është një vend i vogël, një vend gjithmonë pasqësor, që asnjëherë nuk ka shkaktuar ose të ketë qenë në mënyrë primare nxitse e konflikteve dhe problemeve me fqinjët. Domethënë, që këtu filloi uazimi një politike që tregoi që politika jashtme shqiptare luante në mënyrë diletanteske dhe nuk kishte të qartë atë çfarë duhet të bënte. Dhe ku kemi arritur neve tani? Kemi arritur përveç të tjerave, duke përfshirë të gjithë vendet e rajonit, që jemi në një stand-by, në një pritje,
asnjë politikë të jashtme aktive, asnjë gjë që mund të mundësoj rritjen e faktorit shqiptar dhe të bëj Shqipërinë një faktor të rëndësishëm në shekullin e 21. Ka takuar Merkeli disa herë e pret prapë me 28 nëntor, kancelare e Gjermanisë. Shiko, edhe këtu duhet të ndajmë interesat e Europës, ndaj vendit të Ballkanit, sidomos në kohët e sotshme kur problemet gjeopolitike janë rikthyer në skenën e politikës botërore, agresivitetit të Rusisë për të rikthyer në zonat e influencës ballkanike, Merkeli dhe Gjermania, si një vend udhëheqës i Bashkimit Evropian, kanë edhe atë strategjinë e tyre dhe mënyrën për të komunikuar dhe mbajtur hapur nëpërmjet projekteve të përbashkët, si ishte samiti i Berlinit dhe iniciativa për të qenë për të treguar që vendet e Ballkanit Perëndimor të ardhmen e tyre nuk mund ta negociojnë në vendet të tjera, por e kanë të lidhur me Bashkimin Evropian ashtu siç është edhe dëshira e gjithë popujve të rajonit pas revolucioneve të viteve 90. Dua të them këtu që marrëdhëniet sot me Greqinë janë të pajustifikueshme në këtë stad që kanë arritur. Ka një pamundësi që politika jashtme shqiptare të gjejë zgjidhje të atyre problemeve që për arsye të ndryshme parazgjedhore, siç e tha edhe zoti Sheu, ose më vonë, nuk ka arritur të japë zgjidhje. Kjo për mungesë vizioni, për mungesë kontributesh të cilat duhet të ishin vënë në lëvizje, dhe ka arritur këtu në një tërheqje duke përdorur nota nacionaliste për të ndezur një debat i cili në fund të fundit do të dëmtoj interesat e popullit shqiptar. Është një debat shterp, tim realist. Është një debat shterp që nuk të çon askënd. Ju përmendën zonjën Merkel. Zonja Merkel padyshim që është politikania kryesore e Europës sot. Dhe ajo padyshim kërkon të krijojë sa më mirë kuptimin midis gjithë partnerëve, sepse ka një prizje shumë të madhe për mbarsinë e Europës dhe të Ballkanit. Okej, Karamelo, ju gjithmonë minoriteti grek thonë jemi diskriminuar, por nuk besoj se qëndron kjo, Ja, tani, situata është e tillë që, si që shprehen edhe parafolësit, që niveli i marrëdhënieve Shqipëri-Greqi është në nivelin e tyre më të ulët. Do thosha që në vend që aspirata e integrimit të Shqipërisë të shoqëroheshe me përmirësimin e marrëdhënieve me fqinjë dhe në veçantë me fqinjën e vetëm që kemi, fqinjën jugor antar i Bashkimit Evropian, situata ka kaluar dhe ka agravuar, unë mendoj për disa arsyesh kanë arritur marrëdhëniet në këtë fazë. Së pari unë do të quaj që kemi të bëjmë me një paaftësi. Ne kemi, për mendimin tim, kemi diplomat pa diplomaci. Pra një mision diplomatik i cili nuk ka diplomaci, nuk është i orientuar si duhet nga leadershipi e qeverisës për të ushtruar detyrën e tij në funksion të interesave të vendit. Sepse në kushtet aktuale, nga njëra anë të përcaktosh si strategji të vendit integrimin në Bashkimin Evropian, dhe nga ana tjetër të minosh integrimin, duke ngritur probleme, duke ju kthyer historisë, se problemet të skaluarës, do thotë që ti po ecën në rrugë qore. Së dyti do të thosha që unë vrej, paktën në këto 3 vjetë, vrej një tendencë për tendencë diversionin ndaj minoritetit grek. Në përgjithësi ndaj minoriteteve, po në veçanti ndaj minoritetit grek. Fakti është që ky diversitet ka filluar që me reformën administrative, pra në mënyrën se si organizua reforma e ndarja territoriale, duke ekzistuar akoma koncepti i skaluarës, koncepti komunist, që minoritetin ndodhet vetëm në këto 98 fshatra. Pra, dhe duke, bile edhe sot e pam në parlament që kryeministri nuk di që sot qytetari vetë deklarohet për berrin e tij. Kjo është esenca themelore e vetë deklarimit. Dhe nuk mund ta paragjykosh asnjërin as tjetrin lidhur me deklarimin që ai bën. Dhe ky diversitet, ky diversion, vazhdoi pastaj edhe Partinë e Bashkimit të Drejtë të Njerëzit. Juve i vetini dëshmitar që jo vetëm që është një parti që qëndroi besnik, i ka qëndruar shumë besnike në fushatën elektorale dhe në mënyrën se si e ndërtoi opozitën kur ishte në opozitë, dhe papritur kjo parti u bë një parti që kaloi jo e dorës dytë, po kaloi edhe në partitë e dorës tretë, nuk u bë pjesë
e marrëveshjes për qeverisë. Pse e përdori gjithmonë Himarën? Kryeministri tha 18 objekte, ajo është pjesë e rilindjes urbane dhe nuk është vetëm për Himarën. Rastin e Himarës, pikërisht dha shpjegonja edhe rasti i Himarës pikërisht tu e ka zënë fillin. Unë gjykoj se ai koncepti i kryeministrit sot ndaj Himarës është një koncept jo evropian. Ai nuk respekton flet për konventën kuadër të Këshillit të Evropës dhe nuk di të respektojnë njënët e kësaj konvente. Sepse derisa aty kemi të bëjmë me një minoritet. Kemi me njerëz që i përkasin një kombësie tjetër për janë, i përkasin një pakice, ata duhet trajtuar si të tillë. Dhe nuk mund të barazosh ti pjesën tjetër, shtetas e tjerë, me shtetas që i përkasin kësaj pakice. Ato objekte nuk po prishen se do Rama tani, se do kryeministri. Rama do kryeministri do të ishte shumë konsekvent, do të ishte përmbajtur kërkesave që minoriteti i ka shprehur ka një vit e gjysmë që i trajton se çfarë rrjedh nga ky plan, sepse aty në fakt plani urbanistik i Himarës ka ndryshuar. Në qoftë se tani përmbahet tek fakti që kemi të bëjmë me ndërtime pa leje, ndërtime pa leje ka shumë të tjera aty. Ndërtime pa leje janë përmendur edhe nga opozita e sotme dhe që aty ka ndërtime, ka pallate në Qeparo, ka edhe në bregun tjetër, që janë pallate shumë katëse, që shkelin jo një ligj, por shkelin me disa ligje, dhe kur vjen puna nuk ndryhet. Pra, të gjitha këto tregojnë se kemi të bëjmë me një koncept, do të thosha, i cili padyshim ka influencën e vet edhe në ndërtimin e marrëdhënieve. Dhe unë do të veçonja përsëri do insistonja tek fakti që rruga e zgjedhur për të tensionuar marrëdhëniet Shqipëri-Greqi është një rrugë krejtësisht e gabuar. Është një rrugë për mendimin tim që nuk i shërben interesave të qytetarëve shqiptar, nuk i shërben integrimit, nuk i shërben edhe në fund edhe vetë emigrantëve dhe vetë shqiptarëve kudo ku ata ndodhen. Ide. Tani se u hapën disa në fakt. U hapën shumë tema, unë do doja që të më lejoni të kisha edhe unë kohën e dur për të trajtuar. Së pari, nuk mendoj se kemi të bëjmë për ta filluar nga fundi, nuk mendoj se kemi të bëjmë me një proces i cili prek vetëm ato pak godina atje, madje dhe fotot që qarkulluan dhe që u dolën në opinionin publik u shfaqën, ishin foto të cilat ishin shumë lidhje me ato çfarë pretendohet. Nëse duam të ngrem, dhe është shumë e lehtë në Ballkan që të ngrem këto lloj tymnaje, nëse duam të ngrem çështje, mund të ngrem. Nëse duam që për arsye krejtësisht banale politike dhe për arsye të qenë në prag të zgjedhjeve dhe të konfirmimit ose të marrjes së disa sinjaleve të caktuara përpara zgjedhjeve apo për interesa krejtësisht të vogla të Greqisë apo të disa individëve këtu në Shqipëri, duam të ngremi tymnaj të tërë që të prishim marrëdhënie midis Shqipërisë dhe Greqisë, më duket se Greqia ja ka arritur qëllimin. Unë mendoj se nuk ka lidhje fare me dështimin e politikës jashtme të Shqipërisë, nuk është fare dështim, politika jashtme e Shqipërisë sigurisht që a mund të ketë mirë, po, absolutisht, por nuk ka një dështim politikës jashtme të Shqipërisë. E parë nuk ka dështim sepse Shqipëria tash është një faktor shumë i rëndësishëm në rajon këto vitet e fundit dhe sikurse u konfirmua edhe nga Bashkimi Evropian, po edhe nga vendet e tjera, Shqipëria është një nga partnerët më stabil në rajon. Jo vetëm kryeministri, por her pas here dhe krerët më të lartë të qeverisë shqiptare janë pritur në Europë. Tani po duket sikur Shqipëria që ka delja e zezë gjithë Ballkanit këtu dhe gjithçka tjetër shkon mirë e vaj, por shiqysh sa keq që kemi këta që kemi këtu, sepse përndryshe do ecte shumë më mirë Bashkimi Evropian, shumë më mirë raporti që ka Shqipëria me Bashkimin Evropian dhe me fqinjet. Përkundër, unë do të them që ka qenë e kundërta, kanë qenë vite të tëra, ka qenë 2 dekada e pak, të cilat ne me Greqinë nuk kemi pasur raporte të barabarta për shumë arsye që kanë qenë edhe arsye historike. Por sidomos vitet e fundit, sidomos në periudhën e fundit, do të veçoja 8 vitet e fundit të qeverisë së 2 mandatet e fundit të qeverisë së kaluar, ka pasur një politikë lëshimesh të jashtëzakonshme ndaj Greqisë, e cila ka marrë pothuajse gjithçka që ka dashur, ka përdorur minoritetin në çfarëdo lloj mënyre që ka dashur. Minoriteti ka qenë i keq përfaqësuar, minoriteti ka qenë ai i cili ka kërkuar politikisht të merrte shumë herë më shumë se s'kishte fuqi elektorale, do më lejosh ta mbaroj. Jo, se do të shtohet edhe diçka për ndihmuar, të tjerë morën kohën. Mundet sa që nuk qëndrojnë. Po mirë, mos qëndrojnë, unë nuk kanë bazë, sepse nuk ka as bazë ato që thoni ju. Qeverisja e kaluar, qeverisja e kaluar. Më vjen shumë keq, tani unë ta vazhdoj Eneri se ka mendim. Unë duhet vazhdoj të flas.
Unë nuk po them që ka manipuluar minoritetin, absolutisht nuk e përmenda, kalojeni prap videon dhe do ta shikoni që nuk e kam thënë këtë gjë, por kam thënë që ju po manipuloni. Dhe ka përfituar minoriteti, ka përfituar çka ka dashur. Unë nuk ju ndërhyra kur ju po flisnin. Nëse doni të bëjmë bisedë, Ide, mbaroj mendimin që të flasin edhe të tjerat. Po. Po do mblini kohën e nevojshme. Patjetër. Nga ana tjetër kemi të bëjmë me një prani për herë të parë të Shqipërisë si një aktor i rëndësishëm në Ballkan, një prani krejtësisht konstruktive, sigurisht se u pa dhe në përpjekjen për të krijuar marrëdhënie të mira me Serbinë për të anashkaluar disa prej problemeve historike, probleme të mira me fqinjit e tjerë, më falni, marrëdhënie ju kërkoj ndjes, marrëdhënie të mira me fqinjit e tjerë, marrëdhënie të mira me Serbinë. Me kë? Ta mbaroj. Unë nuk ndërhyra kur ju po flisnin. Se po folëm shumë nga 10 minuta, i bie do bëjmë. Jo, ti ta mbarosh dhe pas do ta vendosun rregullin. Do flasim gjithë shkurt, që të flasin të gjithë. Nga ana tjetër, ka shumë rëndësi që të vjet në duke dhe një element tjetër. Kjo gjë ka filluar për shkak të disa deklaratave nga ana e Athinës zyrtare. Dhe jo nga Shqipëria. Ana e qeverisë shqiptare. Ishin deklaratat e para që u bën nga Athina, ishte acarimi jashtëzakonshëm dhe ndërhyrja mbi të gjitha në problemet e brendshme të Republikës së Shqipërisë, pavarësisht se kanë të drejtën për mbrojtjen e minoritetit, por mos harroni që e drejta për të kërkuar mbrojtjen e drejtave e minoritetit shqiptar, të minoritetit grek në Shqipëri, është një drejtë me cilën Greqia ka abuzuar ndër vite, ndërkohë është dhe i vetmi vend europian i cili nuk pranon dhe nuk njeh asnjë minoritet që ekziston brenda territorit të tij. Po turqit çfarë janë në zonën e Thrakës? Njihni ju si minoritet në Greqi? Greqia, ata kanë përfaqësuar detyrën. Si kanë përfaqësuar detyrën? Një Greqia si minoritet? Po, fakti që ata kanë drejtë që zgjedhë. Një Greqia si minoritet apo jo? Po, detyrë. Një Greqia si minoritet? Po nuk e njeh. Po e keni gabim. Okej. Po, atëherë vetëm do flasim nga 2 minuta, të lutem zoti Sheu. 2 minuta gjysmë nuk mund të fjalën për të punë. Të flisnin të gjithë, e kupton se po fole 5 i bie do presësh pasaj kur të vim te minuta 15. Sepse ka një linjë mendimesh të gjërash. Po, ju lutem pyetjen. Jo, pyetja është ke një reagim ndaj Enrides për ato deklarata që tha, për marrëdhëniet. Tu jemi në pozita pak të pabarabarta, unë nuk përfaqësoj politikën. Jo, nuk ka lidhje. Kjo është politikë e jashtme që por flasim për politikë të jashtme. Zoti Hida është pedagog dhe flet në nivelin e një leksioni. Okej, unë e kuptoj. Nuk jam fare në nivelin e leksioni, po i drejtohem opinionit publik. Problemi është sepse realisht problemi është ai që thash. Ju i drejtuar politikisht të parët dhe ju i ndërtuat tymnajën parët. Problemi është ai që thash në fillim. Sepse ne kemi këtu një keq vendosje në politikën e jashtme, kemi një politikë të jashtme e cila realisht nuk është konsekuente e saj, një politikë të jashtme e cila është krejtësisht në kundërshtim me premtimin zero probleme me fqinjit, që u tha përpara dhe përkundër, po shem në një shkatrim të marrëdhënieve me fqinjit, dhe mos kuptimit të prioriteteve të Shqipërisë. Unë realisht nuk duhet bëj analizën vendeve tjera. Mund të bëj një analizën. Cili është problemi? Një sekond tuta. Cili është problemi që s'duam të jemi barabartë me fqinjve, ose me Ka listë një barabartë? gazetar që po bën pyetjet. Okej. Pra, në këtë prizëm, historia dhe gjëra janë shumë të qarta. Shqipëria në këto momente është një vend i cili i është i rëndësishëm në rajon dhe ka fituar në këto 25 vite. Kaq shumë shqiptarët kanë fituar, mos harrojmë se Kosova u bë e pavarur. Në Greqi nuk është se kemi fituar se 21 dy javë operacioni fshesa zoti. Shqiptarët janë bërë një faktor i rëndësishëm. Shqiptarët janë bërë një faktor i rëndësishëm pikërisht atë arsye si suksesi politikës sonë të jashtme në këto vite që nga viti 91 deri më sot. Se ne ditëm të luajmë një politikë të jashtme. Se ne ditëm të qëndrojmë konsekuencë një faktor shumë stabil në rajon, Shqipëria arriti që të ketë shqiptarët arritën që kenë këto realitete që kanë sot. Me Greqinë, pa dyshim ne kemi pas probleme, unë kam qenë ministri i jashtëm, kemi pas probleme. Ne nuk thamë në njërës kemi probleme. Ne nuk thamë në do kemi zero probleme fqinjë, përkundrazi. Ne thamë jemi koshient probleme dhe do i zgjidhëm në mënyrë bilaterale, me vullnet dhe dëshirë dhe i zgjidhëm, duke arritur në kulmin institucional të marrëdhënieve dhe të bashkëpunimit Shqipërisë dhe Greqisë, që ishte traktati miqësisë Shqipëri-Greqi, i cili realisht i cili është maksimumi i arritur deri më sot. Në gjithë këto vite në marrëdhënien Shqipëri-Greqi dhe i hapi rrugën zgjidhjes së problemeve nga më të ndryshmet me Greqinë të mbetura nga e kaluara apo të krijuar i rreshtas. Pra, problemi është se ne ishim racional në këtë gjë, ishim shumë të qartë në këtë gjë, nuk mashtruam dhe nuk gënjyem njëri që zero probleme, po tham probleme do i afrontojmë hap pas hapi do i afrontuam. E njëjta gjë ndodhi edhe në qeverisin tonë të dytë.
Kur realisht... Firmosët dhe marrëveshjen e detit. Po, që ishe një marrëveshje racionale... Rrezoi gjykata. Një sekond, që ishe një marrëveshje... Një sekond, që ishe një marrëveshje racionale, që ishe një marrëveshje absolutisht brenda normave ndërkombëtare, përsi nuk krijua një turbulencë e madhe politike artificialisht dhe nuk dha asnjë argument teknik, përveç nga sa individ që nuk kanë çdo njeri ka drejtë të ketë mendimet e tija individuale, nga një institucion teknik si marrëveshje, u rrëzua nga gjykata kushtetuese për elementet e procedurës saj, që unë mendoj përsi në influencuan edhe turbulencat politike në tërësi, dhe për mua ishe gabim që u rrëzua, por me gjithë a do pranohet, absolutisht që u rrëzua. Pra, realisht, ne ndërtuam tilla marrëdhënie. U ndërtuam marrëdhënien që ne kemi arritur që me vendet e rajonit të bashkëpunojmë ngushtë, të krijojmë një mirëkuptim, të influencojmë që ky mirëkuptim të influencojë në tërësi edhe në liberalizimin e vizave të Shqipërisë, mos harrojmë se vendet tona fqinje të antarët BE-s, Italia në radhë parë, Greqia, kanë qenë thelbësore në liberalizimin e vizave e Shqipërisë, në status i kandidat Shqipërisë, që më ne morëm, në hyrjen tonë në NATO, pra realisht në ditën të krijojmë të marrëdhënie dhe të marrëdhënie shërbyhen Shqipërisë. Të shëmbësh të marrëdhënie dhe të krijosh artificialisht dhe të kërkosh të ndërtosh një nacionalizëm absurd, për mua është përgjegjësi e kësaj qeverie, e cila përbëhet nga 3 forca politike, përbëhet nga Partia Socialiste, përbëhet nga LSI dhe BDN-sh, edhe edhe BDU-ja, që kanë përgjegjësi për të gjë. Pavarësisht dikush nga këta mund të jetë më racional në politikën e jashtme, por ama përgjegjësia është se duhet frenuar kjo politikë e jashtme, e cila çon dhe bazohet mbi zhvillime nacionaliste në Shqipëri, që bien ndesh realisht me interesat e vendit tonë, për të fshehur pikërisht dështimet e kësaj qeverie. Mirë, do të shkojmë tani në një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi një në pjesën e dytë. Jemi kthyer sërish në pjesën e dytë për të vijuar diskutimin. Po, Karamel. Se tani përpiqet edhe dje kryeministri, edhe po duket sikur edhe profesori këtu e trajtoi sikur ka munguar qenia të barabartë në marrëdhënie. Unë do thosha se në diplomaci nuk ka të barabartë. Në diplomaci ka aftësi për të fituar në interes të vendit. Pra në diplomaci... Tani, që në ka problem. Sepse juve... Kur ne bëjmë lëshime diplomaci, që në ka gjëska e mirë, që në do bëjmë një tjetër përsur. E përmendi zoti Tritan, që periuda që ka kaluar, ka qenë një periudë... Do të pres një sekund vetëm, unë të e kthem prapë. Unë kam qenë ministri i jashtëm. Ne kemi qenë krejt të barabartë me gjithë partnerët tanë. Sepse me partnerët që ka interesat të bashkëta, po ka dhe pika që të ndajnë. E njëjta gjë është me Greqinë, e njëjta gjë është me Turqinë, e njëjta gjë është me të gjithë. Pra, ne rëndësia e politikës jashtme të një vendi është të gjej pikat e përbashkëta që bashkojnë dhe jo të fokusohet në ato që na ndajnë dhe të ndajmë dhe shkryjmë dëmë. Pra, realisht rëndësia jonë ka qenë që ne vepruam me shumë racionalitet, me shumë pozitat barabartë me partnerët tanë, ditën të diferencojmë ku janë pikat e mëdha të përbashkëta, për të zgjidhur divergjencat që janë. Kjo është rëndësia e politikës jashtme. Nëse ti do vendosh divergjencat të lartë, atëherë shkatron çdo gjë. Të desha në specialim të fjallës tuaj, të desha të theksonja, që diplomacia i shërben një vendi pikërisht për të shfrytzuar... Diplomacia është arti kompromisit. Diplomacia është arti kompromisit. Pikët e krimi bashkëpunimi, jo ndarjes. Që të përfitojnë. Jo nacionalizmave. Nuk e thiri Shqipëria ambasadorin grek, po Greqia ambasadorin shqiptar. Janë janë detaj. Kjo është diplomacia. Në këto momente shikojmë që në këto 3 vjet ka pasur një dëshirë të mirë nga pala greke. Ministri i Jashtëm grek deklaroi çështjen e fuqisë së saj forcës Shqipëria. Pala shqiptare nuk i është përgjigjur dëshirës së mirë të palës greke. Dhe unë do të thosha që shpesh herë dhe është paragjykuar. Unë do them një rast shumë interesant që ta dini. Para ca kohësh, para disa rreth një muaj u bë inaugurimi i Muzeut të Artit Mesetar në Korçë. Ai muze është në fillim nisi me një fond të qeverisë greke. Dhe arriti deri në një farë një masë dhe pastaj në Greqi filloi kriza dhe ndenjë disa vite i pandërtuar dhe së fundi u bë inaugurimi. Në inaugurim ishte rënë dakord midis 2 palëve që në pjesën e jashtme do vendoseshe edhe një tabelë për kontributin që ka dhënë pala greke në ngritjen e këtij muzeu. Dhe
në prezencë edhe të ambasadores greke aty, edhe të autoritetet tjera diplomatike, dhe para një ore, kryeministri jep urdhë tabelat hiqet. Më thuaj ti, çfarë nuk kupton ti me këtë veprim? Një po na nxjerr kryeministrin anti-grek. Jo, do më thënë, kjo tashi, kjo tregon që këtu kam një mungesë dëshire. Ose nga ana tjetër, një ministre e tia thotë që Greqinë e ka kapur kriza, kurse ne nuk kemi në krizë, ne kemi kaluar edhe krizën. Mirë, këto mund të jenë. Këto janë, ç'është kjo megalomani? Ç'është kjo dhe kjo çështjen e Imarës nuk besoj se e kanë ngritur kryeministri. Këtë bëjmë që unë jam ai që unë kam, po këto janë, imponim ky është. Imponimi për Akropolin, imponim për Korçë, imponim për Imarën, imponim për do, imponim nga cara. Do sjellën dhe një pikturë shumë të famshme të një lordi anglez, i cili ka aty nga koha kur ishte e mbushur Athina me arbanirës dhe kur ishte shënitsa në Okej. Nëse duam të zhbëjmë, nëse do të flasim për historinë, flasim për historinë. Jo, mos kemi për historinë, ne kemi ardhur në këtë emision. Po, ne nuk është emision historik, nëse doni një minutë tani të flasim. Të lutem, nesh. Si të jenë urat e bashkëpunimit dhe pse është shumë e rëndësishme për popullin shqiptar duke ruajtur secili vend interesat e tij reciproke, një bashkëjetesë normale, prioritare me një vend fqinj, mik, siç është edhe Greqia. Nuk është puna që Greqia është ëngjëlli dhe Shqipëria gjithmonë ka patur gabim, ashtu si nuk është në të njëjtën kohë edhe të bijem në notat e një nacionalizmi për të fshehur ato probleme që çdo qeveri përpiqet të fshejë, duke treguar gishtin nga mos funksionimi i marrëdhënieve që janë me jashtë. Tani, a ka sukses apo jo? Kur po flasim në mënyrë shumë profesionale dhe po të shikosh një shembull dua t'jap për suksesin e politikës jashtme të Shqipërisë këtyre 3 vjetëve, keni artikullin para një jave të Veton Suroj që thot 10 pika si të mundësojnë ribërja e marrëdhënieve me Kosovën. Kjo është një, domethënë, çdo njeri që ka një farë mendje do të kuptojë se ku kemi arritur ne me gjysmën e vendit tonë. Pse përdoret gjithmonë Imara? Pse përdoret Imara? Jo, shiko, Imara është një justifikim për arsye se është më e prekshme dhe më e ndjeshme për komunitetin ndërkombëtar çështja e trajtimit të minoriteteve, ku gjithmonë ka patur raste, ashtu si edhe më përpara, të cilat në mënyrë për të treguar atë qëndrimet tona dinjitoze, janë prekur ose janë te kaluar, ashtu si ne kemi shumë raste të tjera të prekjes së drejtave të shqiptarëve, të emigrantëve shqiptar që jetojnë në Greqi. Po këto nuk janë fakte që ne duhet na bashkojnë. Neve këtu po kritikojmë që kjo qeveri nuk është e aftë të ndërtoj urat e bashkëpunimit. Nuk mund të bësh politikë të jashtme me anë të Facebook-ut ose gravurave të cilat kanë nën kuptime të Kryetari i Parlamentit ishte në vizitë zyrtare në Greqi. Pikërisht edhe kjo është shumë pozitive. Ministri i jashtëm. Kryetari i Parlamentit bëri një lëvizje ashtu si duhet bëj politika shqiptare. Ne po themi që kjo qeveri për 3 vjet nuk ka arritur të prodhoj asnjë gjë pozitive në lidhje me këto marrëdhënie. Dhe qëndrimet nacionaliste, a i shërbejnë çështjes së marrëdhënieve të mira të fqinjësisë mirë me Greqinë, nuk i shërbejnë. A i prapë sot kryeministri shqiptar në parlament, tonat e tij ishin më tepër të një analisti, të një historiani, i cili kërkonte që të zgjojë atë nacionalizmin e thekur të disa shqiptar, po në fakt, ja për shembull kolegu jonë është ndihet shumë mirë, sepse kryesorja në marrëdhënie objekte që nuk kanë lidhje me atë pjesë. Ja, shiko. Prandaj politika e jashtme niset për të kaluar edhe në atë që diskutoi i nderuari zoti Karamello, bazohet në një principin e real politikës. Për sa kohë neve me Greqinë, si një vend më i zhvilluar se ne, si një vend që është antar i Bashkimit Evropian, në principe të tjera, po le ta bazojnë në real politik po doni. Jo, një minutë. Unë po flisja për këtë gjë dhe ju thatë jo, tani kaloni real politik në konceptin e fuqisë. Ti se di mendimin që do flas unë ja. Real politika s'ka lidhje me Që s'ka lidhje. Real politika ka lidhje me fuqinë, klasike. 1 milion shqiptar ikën dhe gjetën stre në Greqi në momentin më të vështirë të tranzicionit shqiptar. Kjo s'do të thotë që ata të na në përkëmbin. Një minutë. Dhe s'do të thotë që na e përmendin sa herë që ne. Nuk na kanë dhe në çdo emision të na përmendin. Një minutë. Jo si mos ta përmendin. Si të mos thuhet atëre? Jo, ju s'mund
Jo, t'jem qartë. Në qofë se mund të vetëm një buri atëre dhe thua që ne kemi këto gjëra edhe kështu nuk është politika jashme. Nuk mund sa herë që të ketë një problem. Unë nuk kam leksion dhe nuk po bëj leksion. Po ja, po prit atëre dëgjoj. Po dëgjoj. Jo, ju lutem, nuk ka nevojë për ofendime. Po ta them unë ti se ti nuk dëgjon. Nuk ka nevojë për ofendime. Dëgjon. Tani, në këtë kuptim, ka një asimetri në politikën tonë që na ka shoqëruar këto 25 vjet dhe për të jemi koshient. Prandaj themi që është një real politik dhe çdo qeveri shqiptare, duke ruajtur atë interesin kombëtar, gjithmonë ka qenë e kujdesshme duke parë me prioritet këtë marrëdhënie, sepse problemi është si do t'ju krijojmë mundësi një pjesë të gjysmës popullsisë shqiptare e cila jeton në Greqi. Pse se themi hapur e gjithë kjo ka lindur kur është përmendur çështja Çame. Pse nuk e themi tani? Ta themi edhe të bijmë të jemi ndërgjegjshëm. Jo, më kjo është çështja e fërkimit këtu ka lindur. Apo ka rinë të gjesh zgjidhje, më fal zoti. Edhe letra e komisionit kanë më pas deklaratat e probleme të tjera paralele. Së pari kjo nuk ka lindur këtu. Nuk ka lindur fare këtu. Problemet dhe aventurizmat politik të majtës kanë lindur që në kur ishin opozit ndaj politikës jashme. Mos më themi të vërtetën si janë për të krijuar konflikte dhe për të krijuar elemente që nuk janë përputhshme me interesat e Shqipërisë, të rajonit e të gjithë bashkë. Nuk është se një vend tjetër dikush nuk ka pika dopta, nuk ka gabime. Absolutisht. Problemi është kush do dominojë. Së dyti, këto probleme që ishin atëherë filluan vazhdimisht të fryen mëtej, duke u bërë realisht pika luftet artificiale të krijuara. Pse? Ju thoni problemi i pronave shqiptarëve në Greqi është përballuar më mirë nga çdo gjë tjetër në traktatin e midis Shqipëri-Greqisë dhe jashtës. Ku ka? Nuk ka gjë më të mirë sa të përballuar ai traktat, që hapi rrugën asaj gjëje. Sepse prona në Greqi nuk kanë vetëm komuniteti Çam, prona kanë dhe gjirokastritët, prona kanë edhe përmetarët në Greqi, prona kanë dhe korçarët në Greqi. Pra traktati kërkon të zgjidhë çështjen në tërësi. Po pse nuk është zgjidhur tërë këto vite? Se nuk e njeh Greqia. Jo, kush nuk njeh çka më të njeh se ka firmuar traktatin, por është ratifikuar traktati në Parlamentin grek. Por gabimi ku ishte? Që qeveritë e majta shqiptare që janë në mas 97-s nuk ulën kur seriozisht për të implementuar atë traktat. Nuk krijuan kur mekanizmat për të implementuar traktat. Pse? Se patën xhelozi. Po çfarë thot traktati për ata që se kanë? Traktati i hap rrugën e zgjidhjet nëpërmjet proceseve gjyqësore, padyshim në bazë të ligjeve të vendeve reciproke, edhe ndërkombëtare të problemit të pronave të shqiptarëve në Greqi. Dhe është vetëm rrugë për të zgjidhur çështja. Nëse ju mendoni që kjo çështje do zgjidhet me pushk, unë them që jo vetëm nuk zgjidhet, por nuk do zgjidhet kurrë. Nëse ju mendoni që kjo çështje do zgjidhet me thirrje anti njërit dhe tjetrit, nuk do zgjidhet kurrë. Ato do zgjidhen duke forcuar urat e miqësisë dhe të bashkëpunimit. Dhe pikërisht se ne i afrontuam problemet me realizëm më herë, arritëm me traktatin, i cili është instrumenti vetëm që mund të zgjidhë këto problemet. Pra, kjo është e vërteta. Dhe kështu duhen parë gjërat në politikën e jashtme. Politikën e jashtme kjo është, por nga ana tjetër, unë shoh diçka tjetër, edhe më të serioze në politikën e jashtme të kësaj qeverie. Nuk shoh vetëm tendencat për të fryrë nacionalizma këtu, për të maskuar dështimet e përgjithshme që kanë, por shoh edhe një shiftim, edhe një devijim nga boshti i politikës jashtme rajonale toni drejt një boshti tjetër që nuk përputhet me interesat e Shqipërisë. Keni fjalën për Turqinë? Unë nuk kam fjalën për Turqinë fare, por unë kam fjalën se ju folët pak përpara dhe cilësua si sukses marrëdhëniet me Serbinë. Absolutisht. Pas 65 vite takojnë dy kryeministra, pozitive është kjo. Ishte pozitiv dhe unë kam qenë ndoshta nga të parët, dhe unë kam qenë nga të parët që kam përshëndetur vizitën e parë të zotit Rama në Serbi. Jo se ne nuk kemi pas marrëdhënie shtetërore se në Serbinë, sipas situatës, padyshim se në momentin e luftës së Kosovës nuk mund të kishte marrëdhënie sipas momentit, por ama edhe përpara ne përpiqur të kemi marrëdhënie sa më korrekte me Serbinë dhe kemi realizuar shumë të gjëra. Por ama te kalimi i cakut, kërkimi për të thyer Beogradin, pikën e referimit të marrëdhënies tonë të rajonit, është i gabuar. Ndryshon kaun e drejtë të marrëdhënies Shqipërisë në rajon, sepse Shqipëria ka këtu, padyshim, Italia është partneri strategjik kryesor, thash dhe përpara, është fat që ne kemi Italinë në fqimin gjithse fatkeqësisht në Adriatiku. Greqia është një partner shumë i rëndësishëm strategjik, që ka mbështetur rrugën tonë europiane, dhe ngeli tillë dhe tendenca për zëvendësuar njërin me një tjetër pol është shumë e gabuar. Aq më shumë që me Serbinë akoma janë problemet e Kosovës pa zgjidhur. Pra, unë jam për marrëdhënie mira me Serbinë, absolutisht, por në politikë të jashtme ka një sens, ka një mas,
Kur kalohet ajo masa, pastaj bën efektin e kundër. Dhe këtu ne kaluam masën në atë pikë. Kaluam tej masës duke dhënë imazhin e ndryshimit të kaut edhe të poleve të gravitetit ton në politikën rajonale. Unë jam plotësisht dakord, vetëm dua të bëj një korrigjim nga ato që tha zoti Sheu. Nuk është çështja që e Majta ka luajtur gabim në marrëdhënie me Greqinë, ne kemi patur suksese edhe gjatë qeverisjes ju keni qenë ambasador në ato kohë. Të zotit Nano, të zotit Meta sidomos, edhe të gjithë të tjerëve të cilët kanë luajtur në mënyrë shumë të mirë dhe në mënyrë profesionale në marrëdhënie me një vend shumë të rëndësishëm të Shqipërisë siç është Greqia. Në të kundërtën kanë ndodhur gabimet, po kjo në qeverisjen e parë, të cilat janë korrigjuar me marrëdhënie shumë të mira që ka bërë Partia Demokratike gjatë pjesës së dytë të qeverisjes së saj, por në pjesën e parë duhet jemi realistë që kanë ndodhur probleme. Edhe për këto. Tani, në këtë problem, unë dëshiroj që të ndaj. Do me thënë, jo profesionalizmin e kësaj qeverie në lidhje me strategjin. Po, pa diskutuar. I te kaluam me racionalitet duke i parë problemet, jo duke i fryrë zjarrit, por duke i fryrë dëshirës për të përmirësuar marrëdhëniet. Tani kemi ardhur në një stad të cilën në mënyrë jo profesionale, disa njerëz diletant kërkojnë që të bëjnë protagonizme, të bëjnë atë që po përpiqen të bëjnë kudo, disa qëndrimeve ekstreme të cilat nuk ju shërbejnë marrëdhënie të mira midis dy vendeve. Ky është problemi që po diskutojmë sot. A është kjo mënyra e zgjidhjes? Jo. A është kjo mënyra që duke u ndier pak më nacionalist dhe në egon nacionale ton të themi që jemi të barabartë kur mund të humbasim një marrëdhënie që është shumë e rëndësishme për pjesën më të madhe të popullsisë? Se sot qytetari shqiptar, qytetari europian, përpara gjithash, përpara se taj politikën, kërkon marrëdhënie të mira me fqinjen, kërkon lëvizjen e lirë të njerëzve, kulturave, të mallrave, të ndihet i lirë në të gjitha hapësirën europiane. Ky është thelbi sot i Po, zotë ambasador, lidhur me pyetje që bëhet dhe me çështjen që po diskutohet, unë do thosha që ky moment ka peng i marrëdhënieve shqiptaro-greke është edhe interesi elektoral. Dhe unë jam i bindur që në këtë situatë... Elektoral e keni ju apo ka interesi elektoral i kryeministit aktual. Sepse po ta veshre, mënyra se si ai e nisi qeverisjen dhe si po e vazhdon qeverisjen lidhur me aleatët, me koalicionin, dhe me mënyrën se si po ata po i trajton ai, tregojnë se po vërejmë një tendencë për të futur në sqetull, për ta amplifikuar, për t'i dhënë pushtet një parti e cila, për mendimin tim, nuk është një parti evropiane, nuk është parti e cila mbështetet mbi një kauzë që të shërbejë interesave. Pse kërkon të drejtat e qytetarëve të saj çamëri? Tani çështja që juve i referoheni, është një çështje që juve tashmë dini që për pjesën greke nuk ekziston dhe ajo ka marrë përgjigjen e merituar. Lidhur me atë që pretendime që kanë këta zotërinjtë, do të ishte e mira të shfrytëzonin eksperiencën e Kipros. Dihet që Kiproja u pushtua dhe Kipro është sot e ndarë. Gjysma pjesa e popullsisë para grekët nga pjesa turke u zbuan nga pjesa turke. Dhe në këto momente qytetarët grek kipriotë u treguan besnik ndaj ligjit dhe ndaj rregullit. Ju drejtuan, filluan me radhë, e para ka qenë një grua që është drejtuar parlamentit gjykatës Strasburgut, dhe tani janë bërë disa mira raste, në të cilat kanë fituar pronat e tyre. Ata vërtet janë të larguar nga Kiproja, nga pjesa nga shtëpitë e tyre, por Greqia e një çështje, një qytetar të çam. Urdhra? E kanë të drejtën? Ata ju drejtuan dhe e fituan. Jo këta tanë atu e kanë të drejtën? Pikërisht, atë do thosha që traktati i miqësisë, që është në shkruar, traktati i miqësisë, po të them raste korçarësh të cilët kanë marrë pronat e tyre në Selanik, apo në qytete tjera. Pra, pikërisht e hapësirave që tregoj që krijoi traktati i miqësisë me dy vende. Traktati i miqësisë duhet të bjerë derisa ke ligjë. Tani, nëse ti mendoni po pse ekziston akoma ligji? Po si e kanë marrë këta të qytetarë shqiptarë? Ata kanë patjetër status ligjor, mos abuzoni me këtë. S'ka për të abuzuar. Me këtë kemi folur dhe me gjykatës, edhe me Zoti gjykatës Karamelo, për shembull, Greqia kërkon ngritjen e varrezave për ushtarët e saj, shumë e drejtë. Po pse nuk lejohen?
që edhe qytetarët Çam të kenë dhe ata memorialet e tyre atje. Jo, ky reciprocitet, kjo mënyra trajtuarit problemeve është krejtësisht e gabuar. Që ka dëmë shumë reciprociteti. Është krejtësisht e gabuar dhe është shumë anti-sensit të luftës së dytë botërore. Zoti Karamello, Kemi të bëjmë me luftën italo-greke. Kemi të bëjmë me rrenjën e heronjve të parë të luftës së dytë botërore. Kemi të bëjmë. Tani, në qoftë se ti trajton bashkëpunëtorët, në qoftë se trajton bashkëpunëtorët, e para njerë nuk i lejoj të quheni bashkëpunëtorët të nazizmit. Një sekond, jo, ju lutem. Tani ju folet, a mund të 2 minuta? Nuk mund të lejoj, dhe ju lutem shumë. Tani, ne nuk do vim në diskutimet e çështjet Çamit që ti prezanton. Po, nga vetë dokumentat angleze dhe gjermane, ne kemi ato janë evidente. Nga vetë dokumentat gjermane dhe aty janë qartë. Pse duhet ndalohen këta? Pse duhet ndalohen? Ju lutem vetëm një fjali. Okej, Kemi të ndajmë pak kohë. Patjetër. Unë bie dakord me të drejtat që kanë sigurisht grekët për heronjët e tyre të rënë, nuk diskutohet, kanë të drejtat e tyre, dhe për këto unë e di që është ngritur një komision i cili është mbledhur disa herë, ka pasur disa përparime, diku ka pasur regres, diku ka pasur përparime, dhe kjo është një nga ato elementet që tregon se diplomacia shqiptare vitet e fundit, ndoshta edhe më parë, se kjo çështje që ka kaluar në përqeveri, çështja e Varrezave. Marrëveshja diplomacia pare ka teknik. Rësika marrëveshja. Marrëveshja është arritur me shumë konsens në fillim dhe duhet realizohet. E di, sikur se është arritur me shumë konsens dhe marrëveshja për traktati i misisë mirë, i cili parashikon në një të ti që Greqia pranon që të mos përdori termin e piri i veriu dhe vazhdon e përdor edhe zyrtarisht dhe presidenti grek. Po, tani, unë nuk po i futem asaqësisht dhe do hap debatet të mëdha. Unë do doja që të qëndroja në një moment. U fol këtu për të krijuar një marrëdhënie të mirë dhe për të krijuar një marrëdhënie të mirë e cila qenë ka rrezikuar. Unë mendoj se përkundrazi, marrëdhëniet e mira ndërtohen mbi baza solide, marrëdhëniet e mira ndërtohen mbi baza të shëndosha, dhe marrëdhëniet e mira në diplomaci ndërtohen mbi disa parime. Një prej tyre është reciprociteti. Një prej tyre. Këtu pastaj futen shumë element politik që nuk dua të analizoj, interesat elektorale këtu në Shqipëri, ndoshta jo vetëm partia PBDN-ja, por edhe PDU-ja që është në qeveri, PBDN-ja ka qenë, këto janë interesa elektorale. Më lejoni të prek një element tjetër dhe pastaj do kaloj një analizë pak më të thelluar të rajonit, meqense u cek këtu. Elementi që unë dua të përmend është që nuk ka vetëm çështje llogari elektorale këtej, por ka edhe llogari elektorale matan. Padyshim që ka. Padyshim ka. Dhe fakti që sot kemi një ministër të jashtëm, të majt, ekstremist të majt, një profesor universiteti i cili kur erdhi predikonte marrëdhënie të mira, fqinjësi dhe miqësi, predikonte, ai ishte i pari në fakt që ta duhet të rregullojmë marrëdhëniet në nivelin më të lartë dhe në fakt ka pas dhe vizita në Athinë, ka pasur një përparim në këtë aspektin e shkëmbimeve reciproke në nivele të larta, por ka ngecur te çështje teknike. Shtetet kur vinë dhe negociojnë pastaj aty ngecin sepse kanë interesat e tyre secila palë. Ndërkohë, ky njeri prap përmend diplomacinë e topave, diplomacinë e fuqisë në 2016. Unë kam dëgjuar dhe ministrat tjerë të jashtëm që kanë qenë dhe pjesë e koalicioneve të djathta dhe nuk kanë qenë aq të djathtë në politikën e jashtme dhe aq realist sa ministri aktual. Këtu Greqia duhet të kuptojë se nuk mund të bësh do politikë të jashtme 2016 duke i treguar fqinjve se sa e fortë je. Po. A ishte i manipulimi hapur i medias. A ishte i manipulimi hapur se nuk ishte marrë nga një vend dhe ishte thënë një vend tjetër. Ka ndodhur me deklaratat e Hakimit Tash. Mos i gatroni me deklaratat ministri i jashtëm me Krishti Avgjinë. Ka ndodhur me deklaratat e eksponentëve të tjerë. Ministri i jashtëm me Krishti Avgjinë. A mund të flas pak? Pa mbaroj shkurt se Okej, po ma përmbledh lutem. Okej. Kalojmë te pjesa tjetër me një fjali pjesën tjetër. Unë mendoj se në këtë moment që ndodhemi është momenti i parë në histori, ndoshta këto vitet e fundit, kur Shqipëria tashmë ka një vlerë të shtuar gjeopolitike në rajon dhe për këtë besoj se të gjithë mund të bijmë dakord si një emërues i përbashkët. Shqipëria dhe jo qeveria shqiptare. Shqipëria dhe shqiptarët ka një vlerë të shtuar gjeopolitike për shkak të shumë proceseve që po ndodhin. Në këtë kuadër, tashmë shqiptarët kanë përcaktuar dhe partneritetet e tyre strategjike. Nuk besoj se ka një devijim nga boshti, jemi antar të NATO-s dhe nuk besoj se kemi devijim nga boshti klasik i politikës jashtme, thjesht tashmë disa shtete të cilat e shohin veten pak më të cënuar, dhe ndërtoj e vendos dhe Greqinë për shkak të influencave tradicionale që ka pasur në Ballkan, fillojnë dhe reagojnë duke e parë se tashmë nuk kanë më atë aureolën e një fuqie të madhe të dikurshme në rajon dhe përpiqen që të
shfaqen si fuqi e dikushme e madhe. Është pak a shumë roli i Rusisë, do të thosh një paralelizëm, do të ajo që qelluar me sferën e saj të influencës. Kuptoj. Unë do thoja, do bëja një misisht, një korrigjim të vogël që më të këqinjt në thonjza në politikën e jashtme nuk janë për të mirë dhe të këqinj. Nuk janë të djathtë, janë të majtët. Shkatrusit e politikave të jashtme racionale janë të majtët, nuk janë të djathtët. Të djathtët janë gjithmonë me bon sens, të majtët e ekstrem veçarisht, radikalistët, janë ata shkatrujnë politikat e jashtme. Dhe fatkeqësisht, vetëm një fjali, i keni shumë të drejtë. Vetëm një fjali. Një fjali këtu, ju lutem një fjali. Kur erdhi si ministri i jashtëm Kozjas, të gjithë thanë që ky njeri do rregullojë marrëdhënien me Shqipërinë, është i majt. Është i majt, ashtu si janë të majt ata që. Dhe unë kam qenë i vetmi që thashë jo. Nuk ndryshon. Është i majt. Politika jashtë nuk ndryshon. Është i majt, ashtu si janë të majt. Dhe për mua revolucionar në thonjza këta që qeverisin sot Shqipërinë. Një mentalitet kanë, ta dini të një bindur për të gjë, mentalitetin e radikalit dhe anarkistit. Ky është problemi. Pra, problemi është i tillë, duhet jemi shumë të qartë të gjë. Nga ana tjetër, Karamelo i kalojnë çik tangent. Tha që i kalojnë tangent pse përdoren këto gjëra. Ore, kjo është e qartë pse përdoren këto Karamelo, unë thashë përpara. Edhe ju si forcë politike duhet jeni shumë racional të gjë se na nuk jeni për mendimin tim. Këto përdoren për të hequr vëmendjen nga dështimet e mëdha të vendit. Këtu kërkohet të nxiten dhe të krijohen artificialisht në nacionalizma për të hequr vëmendjen nga dështimet e mëdha të vendit. Pikërisht se po vim zgjedhjet. Pikërisht për të futur në zgjedhje me flamurën e nacionalizmi, të egra, të teshkuara, të kaluarës, ne ngrihen këto probleme për të hequr vëmendjen nga problemet, për të hequr vëmendjen nga dështimet dhe për të krijuar një frym të gabuar që nuk i shërben kërkujt dhe që nuk çon në fitore. Unë nuk besoj, unë e thashë përpara që straja e fundit e dështuarit është nacionalizmi. Pra, nuk ka gjë më të keqe se kjo gjë. Ndërsa, nga ana tjetër, padyshim, absolutisht që ka probleme për zgjidhur me Greqinë, ka shumë probleme për zgjidhur. Nuk është vetëm që problemi i çamëve, por është problemi thashë edhe pronat e të tjera të shqiptarëve që janë në Greqi, shumë e rrallë. Këto probleme ajo krijua artificialisht nga ata që qeverisin sot këtu në Shqipëri. Ata e vendosi gjykata. Padyshim, por u krijua një tymnaj. Dhe konsideroj shkeljet kushtetutës. Absolutisht, edhe jemi i takon të zotrinëve që qeverisin sot ta zgjidhin, nëse kanë këllë që ta zgjidhin. Por nuk besoj që kanë këllë që ta zgjidhin. Pra, problemet janë. Hajde zgjidhim. Problemet zgjidhen duke ulur, duke krijuar ura mirësie, duke shkuar tratatet me kuptimin dhe misie, jo duke krijuar bejte, jo duke kënduar këngë hymn në lufte, jo duke bërë deklarata, duke këtuar reminiscencat e të kaluara, nuk zgjidhen kështu probleme, zotëri dashur. Ne kemi punuar në diplomaci, po ne merrem me politikën e jashtme. Ne vetëm si Shqipëria ka punuar në këtë mënyrë. Këto 25 vjet ka arritur këto suksese të mëdha që asnjë si imagjinonte para 20 vjetësh që Kosova do ishte e lirë, që shqiptarët e Maqedonisë ishin të lirë, që Shqipëria do ishte antare e NATO-s, që e tjera. Të lirë nuk janë shqiptarët e Maqedonisë. Ky problem të lirë janë një vend demokratik janë. Ose ti mendon që është demokratik thuaj. Relativisht. Ajo pasaj të shtuar. Pra, heqim dorë nga ato gjëra. Unë mendoj që duke dominuar me kuptimin e mund të ecim përpara bashkë. Dhe e theksoj prapë për të 100 herë sot këtu. I vetmi instrument i nivelit më të lartë midis Shqipërisë dhe Greqisë tratatit i miqësisë, që u nënshkruan në momente të vështira ku ne kishim probleme, jo se kishim probleme. Dhe hapëm rrugë zgjidhjes probleme. Kështu zhvillohet dhe kështu do jetë sepse Greqia padyshim është një partner shumë i rëndësishëm për ne. Na ka mbështetur forcisht në gjithë rrugën tonë europiane. Dhe neve duke qenë koshient të problemeve, jo duke thënë zero probleme, se s'mund të ketë zero probleme, duhet të zgjidhim problemet. Okej, Karamelo. Do thosha që nevoja e ekzistencës së marrëdhënieve shumë të mira midis Greqisë dhe Shqipërisë do thosha është një nevojë e dy popujve tanë. Do thënë, të paktën nga kontaktet që ne kemi të vazhdueshme, pothuajse çdo ditë, shikojmë që ekziston një frym jashtëzakonisht pozitive bashkëpunimi midis popujve. Sepse sot më shumë se kurrë një numër i madh shqiptarë që jetojnë në Greqi. Ashtu si edhe numër tjetër grekësh sot kanë erdhur dhe kanë investuar në Shqipëri. Dhe shkruar një frymë e tillë paqësore, bashkëpunimi dhe mirëkuptimi, e cila ka nevojë që dhe politika duhet i përgjigjet me këtë sens. Dhe në këtë kuadër, unë desha të veçonja edhe kontributin që ne kemi dhënë si forcë politike. Pra, jo vetëm si shoqatë Omonia, po edhe si forcë politike, sepse gjithmonë jemi
jemi përpjekur për të qenë konstruktive dhe për të ndikuar në këto pozitivisht në këto marrëdhënie, jo për t'i acaruar. Dhe nuk veprojmë ashtu siç veprojnë ndonjë forcë politike këtu për t'i acaruar marrëdhëniet politike, marrëdhëniet midis dy vendeve, por kemi influencuar edhe pjesëmarrësit e dinë këtë, historia politike e këtyre viteve ka treguar që ne kemi qenë tepër konstruktive dhe jo vetëm që kemi bashkëpunuar me forcat politike edhe me pjesën. Vetëm keni gabuar në në zgjedhjet politike, ha? Ato kanë qenë pastaj historikisht në qeveri kanë qenë. Keni gabuar në në zgjedhjet politike, në 2009 gabuar. Dhe besoj që ky do të vazhdojë të jetë roli i PBDJ-s, një rol konstruktiv dhe një rol ndihmues në marrëdhëniet midis dy vendeve. Okej, mirë, ke mbritur në fund Nesho do shtosh diçka? Jo, asnjë gjë, unë mendoj që duhet ketë një reflektim. Unë mendoj që Shqipëria është një vend sovran, nuk mund të mbetet edhe nuk jep llogari se atë gjë që bën, kudo që e bën në planet e saj të zhvillimit, edhe për këtë ky nuk është problemi, por në të kundërtën, unë mendoj që zgjidhja duhet të jetë një zgjidhje politike, një dëshirë për një bashkëpunim për të zhvilluar më tej marrëdhëniet midis dy vendeve, kanë hapësira për të reflektuar të dy palët në mënyrën që kjo zgjidhje të jetë sa më e pranueshme dhe të jetë efektive për të dy popujt. Okej, mirë, faleminderit Karamelo, faleminderit Hide, faleminderit Nesho, faleminderit zoti Sheut. Nderuar shikues, kemi mbritur në fund, natën e mirë, miru takofshim.